jam të munu me lexu Kur'an, po nuk po m'hjeket prej menjes një padrejtësi që ma ka ba një njeri para 6 vjetë. E kjo ma kujtoj që ka thonë Rasulullah alayhi salam, ka thonë Rasulullah alayhi salam, padrejtësia, dhulmi, është dhulumat ditën e gjykimit në shams. Ti një padrejtësi e ke ba, mirë po wallahu alem si zinxhir sa i ka ngre ajo, sa padrejtësi ti më ba prej qasaj padrejtësisë tane që e ke ba. Kështu që kujdesu musliman, runu prej padrejtësisë, runu, për shkak se padrejtësia ditën e gjykimit ka marrë në shumë, domthon errësira pas errësirës, zullum pas zullumit ka me të ba, ati veç një ke ba, mirë po, që mas 6 vjetët pengon me lexu Kur'an, e me pengu një rab të lexu Kur'an me padrejtësinë tane nuk është e lehtë. Ke kush ke? Musat më pengon të lexu Kur'an, ata e pengon të fal i kujtohet, të punu, të vozit veturën i kujtohet, edhe shkan me men, edhe i ndodh. Wallahu alem, Allah në ruajt e na bëj për muslimanët mirë.